Një raketë është lëshuar nga jugu i Libanit në veri të Izraelit dhe ushtria e shtetit hebre nuk nguroi t'i përgjigjej me zjarr artillerie. Episodi shqetësues vjen në mesin e ofensivës ajrore izraelite në Gaza kundër militantëve të Hamasit, që vazhdojnë të reagojnë me mënyrën e vjetër, lëshimin e raketave mbi qytetet e Izraelit. Raketa nga Libani ra në afërsi të Metulës, ndodhur shumë pranë kufirit mes dy vendeve. Për momentin nuk dihet me saktësi se kush e hodhi, por Izraeli duket se nuk dëshiron të zgjatet me hamendësime dhe menjëherë drejtoi gishtin nga qeveria libaneze. Sipas agjencisë libaneze të lajmeve, 2 raketa janë lëshuar nga qyteti Mari në jug të Libanit, ndërsa hedhja e të tretës kishte dështuar. Forcat vendase të sigurisë kanë sekuestruar në atë zonë 2 raketa të tjera dhe pajisje të tjera ushtarake. Nga sa pohon në njëjta agjenci, perdja e zjarrit të artillerisë izraelite goditi periferitë e Kfar Shubas. Me rëndimin e situatës në rajon, Izraeli ka mobilizuar gati 30.000 rezervistë. Kabineti i Benjamin Netanyahut ka autorizuar ushtrinë të përgatisë deri në 40.000 trupa, 10.000 më shumë nga sa u angazhuar në konfliktin e 2 viteve më parë në Gaza. Sipas dhënësit të qeverisë Mark Regev, njësitë ushtarake tashmë janë dislokuar në terren. Ne jemi gati për luftë nëse kjo do të jetë nevojshme, deklaroi ai. Kufiri izraelito-palestinez ka qenë më së shumti i qetë që prej konfliktit të verës së vitit 2006, i cili vuri ushtrinë izraelite përballë militantëve të Hezbollahut shiit libanez. Këtë muaj megjithatë tensionet mes tyre u rishfaqen me vrasjen e 2 luftëtarëve të Hezbollahut, që mendohet se po përpiqeshin të vendosin një bombë në afërsi të një zone të fortifikuar në lartësitë Golan, një territor sirian i pushtuar nga Izraeli në vitin 1967.